Numërimi I votave të kandidatëve për deputet në Prishtinë pothuajse ka përfunduar. Ashtu siç u bë e ditur nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, në kryeqytet pritet të numërohen dhe verifikohen edhe 7 vendvotimet e mbetura. Pas përfundimit të tyre shënohet përmbyllja e procesit në të gjitha 38 komunat në vend. Gjatë ditës do të përmbyllet numërimi I fletvotimeve në qendrën komunale të Prishtinës, që njëkohësisht shënon përfundimin e këtij procesi në të gjitha komunat e vendit tonë, pra në 38 të tilla, ku është bërë verifikimi I rezultateve të subjekteve politike nga formularet e plotësuara në vendvotime, si dhe numërimi I votave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi KQZ-s bëri të ditur se paralelisht po bëhen përgatitjet edhe për fazat e tjera të numërimit. Këtu përfshihen votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Para se të fillohet me numërimin e këtyre fletvotimeve, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të bëjë skanimin e listës së votuesve, e cila është përdorur në vendvotime të rregullta, me qëllim për të bërë krahasimin e të dhënave dhe për të evidentuar rastet eventuale të votimit të dyfisht. Ky institucion planifikon që të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve me 26 sheshor dhe të certifikojë me 6 korrekt.